Në një fjalim të mbajtur në Sarandë, kryeministri Edi Rama ka ofruar një pakt për pronarët e hoteleve duke e mundësuar atyre që të paguajnë 65% të kapaciteteve akomoduese gjatë periudhës së verës maj-shtator dhe 30% gjatë dimrit, në këmbim të shmanges së kontrollit të menjëhershëm nga autoritetet. Kjo mas ka për qëllim lehtësimin e procedurave dhe rritjen e transparencës në sektorin turistik. Vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform dhe kush paguan 65% të zënë për gjithë periudhën maj-shtator, mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll, por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit. Gjithashtu, Rama ka shpadur se 500 investitorët e parë që do të investojnë në agroturizëm do të kenë përfitime nga një periudhë pa taksa për 10 vitet e para. Në lidhje me mbikëqyrjen e plazheve, Rama i ka njoftuar përdorimin e dronëve për monitorimin e administratës së hapësirave në plazhe dhe për të siguruar që shlesdlonët dhe shërbimet të ofrohen në përputhje me standardet. Aktualisht kemi bërë planin e mbikëqyrjes plazheve me dron dhe në mënyrë të përditshme do të marrë informacion mbi pikërisht mënyrën si administrohet hapësira e plazheve dhe po bëjnë dhe disa trajnime të tjera me këta të gjeo hapësirës. Kryeministri gjithashtu diskutoi përdorimin e inteligjencës artificiale për të mbikëqyrur aktivitetet e biznesit. Ky model synon të zëvendësojë inspektimet fizike dhe të sigurojë rritjen e efikasitetit dhe transparencës. Ne tani po krijojmë bashkë me Microsoftin modelin e inteligjencës artificiale që do bëj si thosh ato që sot e bëjnë fizikisht inspektorët për të parë nëse ti e ke shkelur kasën atë butonin në mënyrë të rregullt apo ke bërë hile. Modeli është duke u trajnuar edhe rezultatet janë fantastike, që do të thotë që gjithë procesi do jetë i mbikëqyrur në shkallë kombëtare nga një inspektor virtual. Rama përmendi gjithashtu rëndësinë e hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke thënë se vlera e pronës do dyfishohet menjëherë.